mëngjes të gjithë teleshikuesve të Zjarr Televizion, jemi ritakuar sërish së bashku me rubrikën e showbizit për të sjellë tek ju të reja të fundit të saj. Doja nisim pak me nominimin Kokë më kokë të Valbonës dhe Laertit. Del Valbona dhe të iki, kot kanë vetur se kuptoj. Del Valbona, po edhe Laerti doli pak sa keq në sytë e publikut, ë? Se s'u ka parë fare. Atëherë, vllai i madh e dha mundësinë Valbonës dhe Laertit të ndahen. Pra të mos jenë më një konkurrent i vetëm. Mjaftonte poja e vetëm njërit prej tyre, i ndan veç e veç. Nëse do të ndaheshin, atëherë do shkonin në televotim kokë më kokë të dy. Nëse do të qëndronin si një konkurrent i vetëm, vazhdonte njësoj. Valbona tha, jo, unë nuk dua të ndahem, sepse nuk pa Laertin kjo shtëpi më duket bosh. Ndërsa Laerti tha, po, unë dua të ndahem, sepse Valbona, justifikimi i tij ishte Valbona është mjaftueshëm e fortë. Është mjaftueshëm e fortë edhe sa ta nxjerrë Laertin, kupton? Unë nuk e besova nga asnjëri prej tyre, justifikimin e asnjërit. Valbona e di veten besoj që para Laertit do dilte. Prandaj do pëlqente më shumë të ishte një konkurrent i vetëm, ndërsa Laertit po e bezdiste Valbona. Ja tha mirë Rozana, i tha Rozana, unë mendoj Laert se ti këtë gjë e bëre që ti mbyllësh këtu një herë mirë muhabetet me Valbonën. Pra ju të ndajeni keq këtu dhe jashtë mos keni të bëni fare me njëri tjetrin. Një mënyrë është edhe kjo. Po, nisë më bëhet shefi një herë që ndodhi ky televotim. Do na pushojmë pak veshët. Sidomos edhe pas daljes së Viserlos. Sa ka pau Laerti. Por, shiko, publiku, sidomos fansat e Valbonës janë prekur shumë nga Laerti. Edhe ka patur shumë komente negative, por në fund ditës ajo është një lojë dhe se gjithë secili përdor një strategji për të dalë më mirë. Mirë, kalojmë pak te informacioni tjetër. Atëherë, Livia po thot dhe është duke menduar të hedhë në gjyq Jozin. Për shkak të fjalëve që ai ka thënë për të dhe Rozanën. Jozi e ka thënë një dy herë po një herë. Që poshtë organit ti me atë tjetrën pa le çka keni bërë. Pra sikur kjo dhe Rozana. Po. Dhe Livia është prekur nga kjo gjë. Ka thënë se ka reaguar edhe në rrjetet sociale. Fansat i thonë po hëmos e Jozi është dhe Livia i thotë jo, nuk më lejoj Jozin dhe asnjë tjetër të tallet me imazhin tim. Dhe po mendon që ta denoncoj. Dhe çfarë do zgjidhni? Nuk do zgjidhni gjë, ose do marrin në një kërkesë falje siç ishte me Xhibanin. Dhe atë vajzën si kishte emrin Arsidën. Por do shohim. Basta do e nxjerrin edhe në Prime, siç e nxorën më përpara. Mirë, kalojmë pak te informacioni tjetër. Atëherë, prezantuesja zyrtare e firmës VIP, e cila pritet të fillojë së shpejti, do të jetë zyrtarisht Luana Vjollca. Mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë Luana. Nuk e di, mua më duket shumë e talentuar, shumë argëtuese, shumë e bukur, edhe shumë e përshtatshme edhe për këtë format. Pse jo? Ndërkohë, firma VIP pritet të fillojë me datë 31 mars. Kështu që përveç Big Brotherit do na vijë edhe kjo tjetra. Po sa të bërë njëra me përpretje. Po çfarë të bëjmë ne këtu? Tash e theme do bëjmë. Sa të bërë njëra do bëjmë tjetrën. Ndërkohë nuk dihet ende se kush do jenë pjesëtarët e tjerë, ka ca emra lart e poshtë. U tha se Luizelli mund të ishte në vendin e kryeplakut si Beskallaku vjet, po ai e mohoi. S'ka mund të bëjmë me këtë gjë ta. Kështu që do presim deri me 31 mars, erdhi afroi. Kalojmë pak edhe te informacioni i fundit i përgatitur për sot. Dhe kjo do na vi nga fansat nga e parashqivi Simakut.
e cila pritet që të bëj një koncert në Shqipëri, në shtator. Kështu që një rikthimi parashkjevisë edhe besoj të gjithë fansat e saj janë shumë të lumtur dhe mezi po presin shtatorin. Këtë gjë e konfirmoi Eltoni Liriani në opinion. Foli pak edhe pse ka dështuar parashkjevia në Hollywood, të cilat unë nuk i besoj sepse ajo nuk i mban mend. Që ti thot Iliriani. Ajo, nuk e kuptoj pse po e sforcojnë kaq shumë këtë parashkjevin të bukur. Tani, kjo ka pasur atë momentin e vet, si të gjithë, të shkëlqimit. Fatkeqësisht rrjedha e jetës nuk i mori ashtu siç ajo e meritonte. Të ishte dhe nuk është as e para se fundit. Po unë mendoj ta linin ato hallet e veta, sepse ajo vërtet performon, po truri i saj është sigurisht në familje me burrin dhe fëmijët, me djalin domethënë. Unë mendoj se janë duke bërë shumë keq që po e sforcojnë kaq shumë dhe janë duke u treguar fansat në këtë rast jashtëzakonisht shumë egoist. Sepse vetëm se kanë atë imazhin e parashkjevisë duan ta sjellin prap. Po ajo aq ishte, çdo gjë ka një cikël. Cikli i saj mendoj se mbyllet edhe është sforcim i tepërt. Njëherë te kjo kënga, saçi më doli një pjesë në TikTok që se kanë mbyllur akoma. Kishte ca pastirma ca gjëra që si kishte për tekstin Eltoni Liriani. Kështu që mirë, ne do të presim, do shohim se çfarë do të ndodhi edhe po e bëjnë që po e bëjnë, paktën ta bëjnë një shfaqje të bukur. Këtu do jemi prapë. Këtu do jemi. Mirë, atëherë kalofshi një ditë sa më të bukur, po ju lëm në shoqëri të programit të mëngjesit.